nga Leonard Koja në Window Radio Today. Mirë mbrëma miq, mirë mbrëma, përshëndetje dhe mirë se takohemi në Horizont, sot data 2 prill 2026. Unë jam Leonard dhe live këtu nga studio qendrore në Gjermani dhe jemi në puntatën e radhës këtu në valët e Window Radio. Duke shpresuar që t'jeni të gjithë mirë dhe të keni kaluar mirë familjarisht, ne ritakohemi si çdo të njëjtë në Horizont me të ftuar të rinj, me bisedë të reja dhe ku do përpiqemi që të marrim informacione, sepse me thënë të drejtën në Shqipëri çdo ditë ka prodhim informacionesh nga më të ndryshme dhe nga më të çuditshmet, gjë që jo thjesht ne si media që jemi në diasporë, por edhe media tradicionale në Shqipëri nuk besoj se kanë të mundshme të përcjellin të gjithë të bum informacioni, por jo informacion pozitiv, por do thosha një bum informacioni të çuditshëm, gjë që ne ndoshta do jemi në vetmet shtete, sepse nuk duhet të themi vetmi sepse ashtu më vjen inat, po të themi vetmi, por në vetmet shtete që prodhojmë çuditëra nga më të ndryshmet dhe të pafundme. Të nderuar miq, më lejoni me qenë se sot është 2 prilli, është 34 vjetori i të rëndëve të 2 prillit në Shkodër ose të dëshmorëve të demokracisë. Duhet të përulem, si thosh, me nder dhe me lavdi atyre djemve të rinj që ishin të parët që dhanë jetën për pluralizmin dhe për demokracinë në Shqipëri, që ishin ndër të parët njerëz që dolën dhe guxuan të kundërshtojnë atë regjim të 45 viteve shqiptar dhe ata humbën jetën pikërisht për ëndrrën evropiane, për ëndrrën për të sjellë demokracinë dhe për të sjellë lirinë në Shqipëri. Por sot jemi në 2026 dhe nuk e di se sa ajo ëndër e atyre dëshmorëve është e realizuar. Dhe gjithmonë përdor fjalën nuk e di, sepse jo se ne nuk e dim, sepse me thënë të drejtën shumë pak demokraci ka në vendin tonë. Gjithsesi ne përulemi me përulje atyre bijve, atyre dëshmorëve të demokracisë dhe të gjithë atyre që kanë dhënë jetën, apo dhe atyre që kanë vlerësuar dhe kanë bërë të pamundurën që të vijë demokracia në Shqipëri, të vijë pluralizmi dhe të luftojnë atë sistem diktatorial që ishte atëherë. Por lind pyetja në 2026 se në çfarë sistemi është Shqipëria sot. Jemi sistem demokratik, jemi sistem i lirë, jemi sistem pluralist, çfarë jemi, sepse thënë të drejtën ka gjëra shumë që nuk po kuptohen edhe nga vetë në shqiptarët. Atëherë miq, unë duhet të rikujtoj për të gjithë dëgjuesit e rinj, për të gjithë ata miq tanë që na ofrohen pranë valve të Window Radio se ku mund të na ndjekin. Ne ndihemi përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku këtu është edhe mundësia për të ndjekur emisionin live, mundësia për të ndjekur muzikën 24/7, si dhe për të lexuar informacionet dhe lajmin e fundit që ne përpiqemi të përzgjedhim për ju nga fusha të ndryshme, qoftë politika, fusha sociale, opinione të ndryshme, showbiz etj. Po ashtu Window Radio është edhe në 2 platformat më të mëdha botërore, ku jemi ndër të vetmet radio shqiptare të regjistruara në këto platforma, po është Radio Box dhe TuneIn, që janë 2 platformat ku pothuajse janë të gjitha radiot e botës aty dhe jemi edhe ne si të vetmet radio shqiptare. Mjafton që ju njërin nga këto platforma ta shkarkoni në pajisjet tuaja, qoftë kompjuter, qoftë telefon, tablet, apo ku ju të keni mundësi, si Play Store, si Apple Store, dhe janë platforma pa pagesë, dhe të kërkoni Window Radio dhe ne jemi aty. Po ashtu jemi edhe në platformën Radio Shqip, ku janë radiot kryesore shqiptare, edhe kjo e njëjta procedurë, mjafton që ju të shkarkoni Radio Shqip. Mund të kërkoni në Google Search, windowradio.de, live, dhe ne jemi me emisionin ton live. Po ashtu edhe në faqen zyrtare të Facebookut, windowradio.de, ku ju mund të shkruani komente, pyetje dhe ne do përpiqemi të përzgjedhim ndonjë pyetje interesante në varësi të kohës që ne do kemi.
Po ashtu, për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin sonde, apo kanë dëshirë të bëjnë, të rindjekin emisionin, mund të ritransmetimi është në orën 3 pas mesnate, me orën 21 të Amerikës dhe të Kanadas, sepse kemi patër shumë kërkesa që në këtë orar emisionet tona të ritransmetohen. Po ashtu, emisioni drejt edhe në faqen zyrtare të YouTube-it, Horizont Window Radio hapësirë dhe mjafton që të bëni një subscribe dhe do vinë programacionet dhe emisionet që ne kemi përgatitur për ju. Ju kërkoj ndjesmish sepse nuk e di, ndoshta kam pak emocione, nuk e di sepse në çdo emision ne na largohen emocionet, por në çdo emision na shtohen emocionet sepse ne përpiqemi të jemi shoktor sa më të dërin për ju të gjithë dëgjues dhe Window Radio është vetëm e juaja dhe ju jeni ata që na suportoni dhe na mbështesni. Do kërkoja shumë mirësisht për të gjithë miqtanë që t'i bëjnë një shpërndarje faqes së Facebookut të Window Radio, qoftë në faqet e tyre të Facebookut apo në për grupe ku janë të antarësuar që të na shtohen sa më shumë miq dhe të jemi sa më shumë të bashkuar dhe të kemi mundësi të komunikojmë njëri me tjetrin. Të nderuar miq, sonde kam një të ftuar të veçantë, sepse është me vërtet një ftuar veçantë, duke patur parasysh problematikat si kur e thash në fillim që ndodhin në Shqipëri. Ajo është një person aktiv dhe një person me vërtet me një background të pasur të jetës së saj publike, me një background të pasur në fushën e ekonomisë, të arsimit, po ashtu edhe aktiviste politike. Por sikur e thash në fillim, në Shqipëri ndodhin çuditëra pafund. Nëse dikur në sistemin tjetër gjendeshin grupe armiqësore për t'i dënuar, për t'i pushkatuar apo për t'i internuar, sot është gjetur në mënyrë tjetër shumë e rafinuar. Pra, sot gjejnë grupe armiqësore dhe nuk është se i pushkatojnë dhe urojmë shqyqyr që s'është ajo kohë, por përpiqen që t'i pushkatojnë mendimin, përpiqen që t'i tërësojnë mendimin dhe ose t'i përjashtojnë nga partitë ku ato përpiqen të japin mendim ndryshe. Pra unë sonde kam Doris Malli, të cilin e falenderoj shumë, është antare e Partisë Demokratike, kryetare e Këshillit të Bashkisë në Elbasan për Partinë Demokratike, dhe por që së fundit është një element i padëshiruar dhe i përjashtuar si grup armiqësor disa gra të përjashtuar nga Partia Demokratike. Zonja Malli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zoti Koja, është kënaqësi që sonte jam pjesë e këtij emisioni dhe përshëndes të gjithë radiojuesit në diasporë. Mund të jam mirënjohës që ju e pranot ftesën tonë, sepse më thënë të drejtën nuk është edhe thjesht dhe lehtë, sepse është kohë mbrëmje dhe si gjithë që janë pranë familjes së tyre, por jam mirënjohës që na respektoni edhe ne të diasporës. Absolutisht po, diaspora është pjesë e jona, madje është pjesa më e rëndësishme e shqiptarisë, për aq kohë sa e thënë dhe në konvështrimin tim si ekonomiste, diaspora është furnitori kryesor i të ardhurave fatkeqësisht për Shqipërinë. Dhe nga ana tjetër, edhe me evenimentin që ka ndodhur, me faktin që diasporës ju dha edhe drejta votës në shtetin shqiptar, është më se arsyeshme që diaspora sot të jetë në dieni me vërtetësi dhe me sinqeritet i çdo gjëje që sot ndodh në vendin e tyre pranë. Ndaj edhe në këtë sens ai emocioni i përcjelljes së të vërtetës është i ndërsjell, është juaj, ashtu si dhe imi, madje ndjehem akoma më tepër përgjegjës se sot, sepse po i drejtohem një publiku i cili jo shpesh herë ka informacione të sakta dhe të vërteta për ato që ndodh në Republikën e Shqipërisë apo në dhënën e tyre. Absolutisht, unë ndajtë jam mirënjohës, sepse është nevojshme që edhe me diasporën të komunikohet, sidomos pjesa politike,
sepse jo se diaspora nuk I ndjek media tradicionale në Shqipëri, por diaspora duke patur parasysh që është pak më ftoftë në gjykimin apo në opinionin e saj që është në Shqipëri, dhe edhe diaspora ka nevojë të marrë një informacion, si thosh, më të thjeshtë. Dhe ju thatë shumë mirë që diaspora është një faktor, diaspora ka qenë një faktor I remitancave ekonomike deri para një viti, që ose mund të themi mi fjalë një vit që mori të drejtën e votës, por diaspora pothuajse thjesht u pa dhe aty si remitancë votash dhe jo si një prelud për të dhënë për të marrë më të mirë nga diaspora. Dhe kur ju e thoni, ne na pëlqen shumë, po kur vjen problemi tek politika e madhe, pastaj diaspora është pak si shumë vazhdore. Është e vërtetë kjo. Është shumë e vërtetë në fakt, sepse në këndvështrimin tim dhe ka qenë një nga sugjerimet kryesore që unë I kam dhënë liderit Partisë Demokratike atëherë zotit Berisha në një takim me këshilltarët bashkiak, në cilin I kam sugjeruar që në listat për deputet të Partisë Demokratike duhet përfshiheshin dhe element me influencë dhe me rëndësi dhe intelektual, të cilët tashmë nuk jetonin më në Shqipëri, por ishin pjesë e diasporës. Deri diku, në fakt, u mundua që të bëhe kjo gjë, por jo duke I dhënë vendin e merituar këtyre njerëzve të cilët për hir të vërtetës kanë patur realisht një peshë shumë të madhe në Shqipëri intelektuale mbi të gjitha, dhe sigurisht të detyruar nga evenimentet edhe të sistemit që këtu është krijuar, ishin detyruar që të largoheshin. Besoj që është një proces I cili do të marrë kohë goxha gjatë për të bërë një proces I mirë, le të themi, dhe që të arrijë objektivat dhe qëllimet e veta, por nuk është diçka që nuk bëhet, është diçka që me vullnet të mirë mund të arrihet. Absolutisht. Zonja Malli, ju jeni pedagoge, dekane, më të qofsha gabim në Universitetin e Jam zëvendës dekane. Jam zëvendës dekane në Fakultetin e Biznesit dhe Drejtësisë. Dhe ju keni disa vite që jeni e angazhuar në politikën shqiptare, sidomos të Partia Demokratike, pra politikën lokale. Diçka më tepër me fjalë se si ka qenë angazhimi juaj politik dhe kush është Doris Malli, pak a shumë për një audiencë që nuk është se ju njeh shumë. Doris I vjen nga një familje me origjinë absolutisht të djathtë, me një babë ka qenë kontributor shumë I madh I të djathtës dhe kush njeh mbi emrin tim absolutisht që njeh edhe babain tim, me një xhaxha që ka mbajtur edhe funksione në qeveritë e djathta nga viti 92 deri në vitin 97, funksione goxha të rëndësishme. Unë vi nga një familje mirë arsimuar, elbasanase, arsimi im I lartë është kryer në Universitetin La Sapienza të Romës. Kam jetuar për gati 10 vite në shtetin italian, kam studiuar dhe gjithashtu kam pasur mundësinë edhe të punoj aty për disa vite, e rikthyer në Shqipëri me idenë e kontributit që duhet jepja në shtetin ku isha lindur edhe ku isha rritur. Sigurisht ishte një ide e imja e cila sem të vërtetën nuk u mirëprit nga prindët e mi, të cilët kishin filluar ta shikonin mirë mënyrën se si ishte krijuar sistemi I meritokracisë tashmë në Shqipëri, dhe nga ana tjetër ishin të bindur që unë nuk do merrja kurrë atë që dëshiroja apo që meritoja. Por unë jam një natyrë kokfort, asnjëherë nuk I kam dëgjuar këtë lloj këshillash, kam preferuar që të përballem gjithmonë me riskun dhe ishte një rrugë që unë e mora me vetdije të plot, dhe gjithashtu edhe angazhimi politik ka qenë në fakt një ftesë rastësore të cilën unë e mirëprita në vitin 2016 në qytetin e Elbasanit, dhe nga ish kryetari Degës atëherë zoti Aurel Bylybashi, e mirëprita dhe e fillova karrierën time politike nga bazat e strukturave të Partisë Demokratike apo nga ato që quhen grup seksione, pra që janë ato grupimet sipas lagjeve, të cilat pastaj
avash më quan edhe në nivele më të larta të Partisë Demokratike, u bëra pjesë e kryesisë së Partisë Demokratike, u bëra pjesë e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe gjithashtu edhe në 2023-shin qytetarët e Elbasanit më votë besuan këshilltare, një detyrë që unë e mbaje dhe sot, dhe një detyrë që premtoj që do ta çoj deri në fund me të njëjtin dinjitet që e nisa, pavarësisht se sot unë figuroj si një nga të përjashtuarit e Partisë Demokratike. Po, me fjalë ju bët një rezume, po thot një gjë shumë të bukur gjatë bisedës tuaj, që prindërit tuaj nuk ishin shumë dakord ose shumë të kënaqur me kthimin tuaj në Shqipëri, duke patur parasysh meritokracinë që është në Shqipëri, duke patur parasysh se si vlerësohen njerëzit dhe sa hapësirë gjejnë në atë çfarë duan të japin për Shqipërinë. Por sot në 2026-ën, cila përgjigje do ishte për prindërit e tuaj që ju jeni të përjashtuar pikërisht nga Partia Demokratike dhe jeni një armike e Partisë Demokratike? Duke parë mënyrën se si ka filluar të funksionojë Partia Demokratike, ose më saktë se si ka funksionuar vitet e fundit Partia Demokratike dhe sistemin autokratik që është krijuar në Shqipëri, dhe për fat të keq ky sistem nuk i përket vetëm pushtetit, por ka filluar të përkas edhe opozitës, prindërve të mi do t'i thoja që nuk jam penduar në asnjë moment që kam bërë këtë zgjedhje, sepse është një zgjedhje e cila i përshtatet totalisht natyrës luftarake që unë kam dhe natyrës sfiduese që unë kam, jo vetëm kundrejt tjerëve, po mbi të gjitha kundrejt vetes. Me angazhimin tim politik kam zbuluar pjesë të vetes dhe të forcës time që nuk i njihja, dhe këto më kanë bërë të zbuloj pikërisht kundërshtarët, ndaj kundërshtarëve i shkon një falënderim shumë i madh, sepse në këtë sens unë vetëm jam lartësuar jo përballë të tjerëve, sepse është diçka që më intereson shumë pak në fakt se çfarë opinioni ka publiku për mua, më tepër më intereson se çfarë opinioni kam unë për Dorisin. Unë jam gjykat si më i fortë dhe më i ashpër i vetes time. Unë në këtë sens kam problematikën e vetme që kam me përballjen, e kam me veten time në pasqyrë, në mëngjes edhe në darkë. Dhe nëse unë veten time në mënyrë pozitive, them që kam arritur atë që njeriu do të donte të arrinte në jetë, atë paqen me vetveten. Besoj që në moshën që kam sot, gati 43 vjeçare, unë e kam arritur këtë dhe kam arritur të kem respekt për veten. Ndaj në këtë sens, unë nuk jam as pak e penduar për veprimet dhe për çdo gjë tjetër që kam bërë, sepse unë di që jo vetëm prindët e mi për mënyrën si më kanë edukuar dhe rritur, por unë mendoj që kam përfaqësuar dhe po vazhdoj të përfaqësoj denjësisht qytetarët e Elbasanit dhe mbi të gjitha të djathtën shqiptare me mendimin dhe me shpirtin e lirë. Unë ju kuptoj shumë drejt dhe është vërtet diçka pozitive të ndjekësh dhe të dëgjosh një femër kaq me karizëm, kaq me karakter, dhe gjë më bukur që thatë, unë kam opinionin dhe unë merrem me Doris dhe opinioni im është vetëm rreth Doris, pra nuk ka rëndësi çfarë thonë të tjerët. Por ne duam të kuptojmë diçka dhe të dimë diçka se çfarë thonë të tjerët, pikërisht për Doris, dhe pse Doris u përjashtua nga Partia Demokratike, pse u futët ju në këtë grupin armiqësor kategra, mos qofsha gabim, kategra armike Partisë Demokratike, dhe pse ju kategra u armiqësuat me Partinë Demokratike, ose Partia Demokratike pse u armiqësua me ju, dhe pikërisht me ju, zonja Malli? Fillimisht do ju bëj një parantezë të shkurtër të faktit se në selinë e Partisë Demokratike në Degën Elbasan, pra, u zhvillua një mbledhje kryesie e cila nuk kishte as quorumin dhe as shumicën e votave të nevojshme për të bërë ato që efektiv, ato që ishte përjashtimi jon. Ndaj bën një, le të themi, një
një letër kundrejt Partisë Demokratike të Shqipërisë dhe Komisionit të Disiplinës, në të cilën përfshin emrin tim, emrin e zonjës Zheni Gjergji, që ka qenë deputete e Partisë Demokratike deri në legjislacionin e kaluar dhe tashmë mban postin e drejtoreshës së Spitalit Rajonal të Elbasanit, e zonjës Rudina Alla, e cila figuronte si kryetare e forumit të gruas në Elbasan, dhe e zonjës Alesja Balliu, e cila ishte e deleguar nga zoti Sali Berisha si koordinatore për forumin rinor për 8 muaj gjatë vitit të kaluar. Në fakt, përfshirja ime në këtë listë që unë besoj që ishte produkti një lufte krejtësisht personale dhe një përballje pushteti brenda Partisë Demokratike, për faktin se për sa i përket këtyre 3 zonjave tjera, tashmë zonja Gjergji në një farë sensi e ka shprehur vullnetin e vet për mos me qenë më pjesë aktive e Partisë Demokratike, duke pranuar postin e drejtoreshës. Ajo përdesa që ka bërë drejtoresh spitali, me fjalë kuptohet lëvizja e saj dhe ka dalë hapës. Zoti Koja, gjithsesi, ky është një debat tjetër që nuk besoj që është vendi për ta bërë, por vlen edhe për t'u theksuar që zonja kishte 30 vjet mjeke specialiste, është edhe profesore në titull, ndaj në një farë sensi edhe i takonte ai vendi, pavarësisht se në Shqipëri funksionon keq ndarja e pushtetit. Nuk e paragjykojmë. Por zonja, si dhe zonjat e tjera, ne mund të ishim funksionet tona në PD, por kurse si nga antarësia, sepse unë kam thënë dhe më përpara, antarët Partisë Demokratike nuk të bën një tesër që ta firmos X apo Y, qoftë ky edhe lideri, antarët Partisë Demokratike të bën mendimi, të bën bindja, të bën shpirti i lirë, atë që unë ju thash në fillim. Për sa i përket zonjës Alla, dhe zonja Alla pati një aktivitet me partinë kundërshtar, ndaj edhe ajo vetë larguar, nuk ishte nevojë ta largonin me bujë. Ju e keni patur edhe të ftuar, ka shprehur kundërshtit e veta në lidhje me leadershipin e PD-s, pra në një farë sensi ju ka vënë kundër, por gjithsesi ky nuk ishte një parakusht për të bërë në këtë fazë në të cilën ndodhet Partia Demokratike dhe në këtë periudhë në të cilën është kaq e vështirë edhe arritja e antarësimeve të reja, apo është kaq e vështirë edhe arritja e fitores së zgjedhjeve, unë nuk besoj që ishte një parakusht për përjashtimin me bujë tonin, por ashtu sa brenda Partisë Demokratike mund të ishin zgjedhur metoda tjera që respektonin edhe statutin, lenin 23 dhe 24 të statutit partisë, që është krijuar dhe pranuar nga të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike, mbi të gjitha nga lideri i saj dhe nga organet drejtuese, të statonin procedurën, na njoftonin për fakte dhe prova që këto kishin, që sipas tyre neve ishim të gjitha bashkëpunëtore me pushtetin. Dhe pas kësaj të ndiqe një procedurë e qetë brenda Partisë Demokratike, pa që nevoja që të bëjë gjithë kjo zhurmë dhe llamahi e madhe. Në fakt nuk e bën një gjë të tillë, dhe unë mendoj që strategjikisht janë gabim. Duke patur parasysh këto 3 zonja tjera në një farë mënyre e kanë treguar vetë një fjalë se si do jenë me Partinë Demokratike, apo si do kenë atë, si thosh, argumentet e tyre edhe përballë liderit, kurse zonja Balliu ka dalë hapur për kandidaturën e kryetarit të Partisë Demokratike. Po me ju çfarë patë konkretisht? Tani ju mendoni se është një përjashtim politik, kishin diçka personale me ju? Çfarë ndodhi me ju? Nisi si diçka personale, zoti Koja, në fakt, sepse dhe kjo gjë nisi pikërisht nga aktiviteti im në Këshillin Bashkiak. Ato kohë në Këshillin Bashkiak kryetari grupit këshilltarëve ishte kryetari i Partisë Demokratike Dega Elbasan, Blendi Himçi, i cili sot është edhe deputet i Republikës së Shqipërisë, i nxjerr nga listat e sigurta të Elbasanit. Në fakt, gjatë aktivitetit tonë në Këshill,
edhe pse unë kam qenë një nga bashkëpunëtorët e tij më të ngushta dhe më loajale, gjatë aktivitetit tonë në Këshill, unë vëreva dhe pikasa momente kur zoti Himçi hyri totalisht në bashkëpunim me Partinë Socialiste, duke ngritur dorën dhe duke votuar vendime në Këshillin Bashkiak, të cilat opozita duhet t'i kundërshtojë me zot lart. Dhe I gjendur në këtë situatë shpesh herë kërkonte dhe ndihmën e këshilltarëve të tjerë në mënyrë të tillë që për vendime të caktuara të krijojë shumica e cilësuar. Në momentin kur unë nuk u binda, dhe në momentin kur mua filloi të vinte erë e gjithë situata, sigurisht që filloi një aftësirë personale e cila më vonë u përkthye në një luftë të mirëfill, por jo ballore, sepse do preferoja shumë që ato që quajnë veten burrat ndalin përballë, por fatkeqësisht këto që quajnë veten burra vetëm fiziologjikisht janë, sepse filluan ta bënin luftën underground, duke shuar informacione të rreme pranë krerëve të PD-s-s dhe duke përhapur fjalën se isha unë ajo që po bashkëpunoja me Partinë Socialiste. E keqja ishte që dhe e mira për gjithë ishte që kjo zotërie ju bë publike një video në të cilën në Këshillin Bashkiak ngrej dorën dhe voton një kontratë e cila shkonte në favor të atyre që në qytetin Elbasanit quhen banda. Dhe në votimin e kësaj kontrate u gjendi vetëm. Aty u ndam edhe rrugët tona, sepse ai u ndjej tradhtuar, sepse mendoi që unë edhe të tjerët e lam vetëm. Dhe nga ana tjetër, neve arritëm të vullosim përfundimisht faktin që ky zotëri ishte në pazar. Por nuk ishte vetëm kjo, në Bashkinë e Elbasanit ndodhi një incident I rënd, vdiq një punonjës dhe unë që shfjese një komisioni hetimor bashkë me kreun e Partisë Social-Demokrate të Elbasanit, që është edhe ai këshilltar bashkiak, dhe zoti Himçi në cilësinë e avokatit u konstitua si avokat I familjes së të dëmtuarit që ishte person I cili punonte në Bashkinë Elbasan. Duke qenë që gjatë hetimit administrativ në Bashkinë Elbasanit në cilin unë isha pjesë dhe zoti Himçi punonte privatisht nga ana tjetër, sigurisht u ndeshëm edhe këtu një herë, sepse zoti Himçi në mungesë edhe ndjeshmërie njerëzore, në vend që ta mbronte çështjen me mishë me shpirt, veproi në të kundërt. Ndërsa komisioni hetimor administrativ nxorri sigurisht lakrat ashtu si ishin. Ky që një moment tjetër në cilin neve u ndeshëm, kështu që e them totalisht që filloi si një luftë personale dhe unë u bëra personi faktor që po pengonte pazaret e këtij personi. Pastaj sigurisht Zonja Malli, më thënë të drejtën, është shumë paradoks dhe shumë çudi. Unë po përpiqem të ndjek me shumë vëmendje, por sinqerisht nuk kuptoj diçka. Ju thoni që zotëria ishte pothuajse palë me këshillin me këshillin e socialistëve në Bashkinë e Elbasanit, ka ngritur dorë për disa projekte, po thoni që ju e keni kundërshtuar, ju keni qenë kundra këtyre projekteve ose kundra kësaj sjellje të këtij Himçit, të këtij individit, dhe sot ky është deputet, ju jeni përjashtuar. Tani më falni, si funksionon kjo lloj politike kështu tash? Kush e bën opozitën dhe kush e bën pozitën, sepse është vërtet e çuditshme dhe po ta përkthesh në gjuhën gjermane dhe t'ia thuash gjermanëve apo të huajve, kjo është diçka që këta se di se si mund ta kuptojnë, më fal. Në fakt nuk do ta kuptojnë dhe në tentativën për ta kuptuar do shkulin flokët edhe do shkojnë në Gjermani të mbjellin në Turqi të mbjellin prapë në fakt, por ideja është që fatkeqësisht kjo është edhe pyetja që unë I kam drejtuar publike liderit të Partisë Demokratike, sepse është në të cilën paradoksi është aq I madh sa që dhe mua më fyet inteligjenca, sepse unë nuk kuptoj se si individ të cilët bashkëpunojnë me pushtetin promovohen dhe individ të cilët janë publikisht në çdo moment, sepse unë vazhdoj aktivitetin tim Këshill Bashkiak dhe kam bërë opozitën time të fortë deri 2 ditë para se të përjashtohesha dhe është publike kjo, se janë gjitha me video dhe me proces verbale.
unë nuk arrit kuptoj se si individ si unë përjetohen nga Partia Demokratike në cilësinë e armikut dhe individ të tillë bëhen miq. Ndaj unë nuk do doja kurrë në fakt të artikuloja atë që dëgjohet rëndom në përkafet e Shqipërisë sot, por fatkeqësisht e konstatoj të vërtet duket sikur këto janë bashkë. Zënja Malli, duke patur parasysh që Elbasani është një qytet shekullor, është një qytet i kulturës, është qytet që me të vërtet, si thosh, është ndër qytetet më të bukura apo më me histori të Shqipërisë. Dhe vëmë re që diskutohet shumë për Elbasanin, qoftë për banda, qoftë për krimin, qoftë ku diun, me fjalë kanë bërë zi e më zi Elbasanin. Në të vërtet, nëse është mundur duke patur parasysh dhe eksperiencën tuaj, ka që frikshëm është Elbasani? Zoti Koja, jo. Ose apo përdoret frikshëm nga politika Elbasani? Po, kjo e dyta është ajo, kjo e dyta është ajo e saktë. Elbasani nuk është absolutisht i frikshëm. Unë nuk kam frikë të vi vërdall në Elbasan. Ashtu siç e thatë ju më përpara, unë jam një nga ato femrat e forta dhe si femër e fortë edhe gjatë fushatave, duke qenë dhe aktiviste goxha e flaktë e Partisë Demokratike, kam patur lirshmërinë në çdo orë të natës të vi vërdall edhe vetëm në Elbasan dhe nuk më shprekur qimja e flokut. Por ideja është që Elbasani dhe ato djemtë që sot quhen banda, nuk janë bandat, por janë të keq përdorurit e politikës, si asaj të majtës dhe asaj të djastës. Kjo është e vërteta, ndërsa për sa i përket gjendjes mjerueshme në cilën sot ndodhet Elbasani, kjo nuk ndodh për fajt atyre, kjo ndodh për fajt të faktit që kush ka drejtuar Elbasanin në gjithë këto vite e ka drejtuar pa vizion dhe i orientuar totalisht drejt përfitimit personal. Në Elbasan nuk ka investimet mirëfillta, në Elbasan nuk ka jetë kulturore, në Elbasan po fillon dhe po mungon rinia sepse nuk e ka mundësinë që të ketë një jetë aktive, nuk e ka mundësinë që të ketë një punë të sigurt, nuk e ka mundësinë edhe kur e ka të paguhet për aq sa punon dhe të mbaj veten. Ndaj të rritë Elbasanit largohen dita ditës, investimet të cilat varen nga financimi i buxhetit shtetit janë në nivele mizerabël, një buxhet bashkie në Elbasan për një qark kaq të madh, për një qytet kaq të madh, është vërtet mizerabël. Në fakt, buxheti i bashkisë këtu harxhohet për rreth 80% paga për punonjësit dhe pjesa tjetër shpenzime operative dhe vetëm 10% janë investime. Ndaj sigurisht që Elbasani nuk e ka ndaluar këto. Kjo është si model në gjithë Shqipërinë, me duket ky lloj është model në gjithë Shqipërinë sepse është një sistem që tani është krijuar. Ajo që kam kuptuar unë në këto të paktën këto 20 vitet e fundit në Shqipëri, sistemi i krijuar është që njerëzit tashmë në fillim i varfërojnë deri në pikën që arrin t'i bëjnë të përullur. Pastaj bëjnë si kur i ftojnë dhe sigurisht kur i ftojnë i japin ato që janë baziket për ekzistencën e një njeriu, vendi i punës, në mënyrë të tillë që të ushqejë familjen. Dhe sigurisht në Bashkinë e Elbasanit hapen vende pune pafund, funksione të kota, thjesht për të patur pastaj edhe forcën e votuesve të sigurt, të cilët do t'i çojnë kundrejt kutive të votimit. Pra nuk është më ai koncepti, këtu nuk vizet vota zoti Koja më në kuti siç është vjedh vite përpara 97-ën. Tashmë vota fillon dhe vizet përpara se sa të përfundojnë kuti. Vizet duke i vjedhur njerëzve dinjitetin dhe duke i shantazhuar njerëzit deri te kuka e kohës. Zënja Malli, unë sinqerisht jam mirënjohës për këtë artikulim dhe për këtë elokuencë tuaj dhe përsërim, si thosh, jo trishtohem, sepse nuk kam pse të trishtohem, se shëndosh jemi të gjithë. Pastaj politika është ajo që duhet të jesh njeri i fortë, merresh me politikën, duhet të kesh, besoj, nervat çelik që të merresh me politikën, sidomos me politikën në Shqipëri, por dua të të kthehemi përsëri tek armikja Malli. Mendoni që
u përjashtuat apo këto probleme brenda Partisë Demokratike lind nga friga e mendimit ndryshe apo është totalisht një barrierë që leadershipi i Partisë Demokratike ose kupola e Partisë Demokratike nuk don mendim ndryshe? Janë fakt të dyja këto. Rebelimi im dhe mendimi im ndryshe, sigurisht që e artikuluar nga unë, që kam një farë stature në nivel lokal, por tashmë pak a shumë më njeh edhe gjithë Shqipëria, sepse për një vit rresht kam ndenjur edhe poshtë shtëpisë doktorit, jo vetëm me prezencë, por duke mbajtur edhe fjalime dhe sigurisht to janë trumbetuar, po dhe aktiviteti im Këshill Bashkiak dhe denoncimet që unë kam bërë të pareshtura që nga 2022 për Bashkinë e Elbasanit deri në ditën që flasim, më kanë bërë që t'jem një figurë që ka atë le të themi pozicionin e vet në arenën politike shqiptare dhe sigurisht që një figurë e tillë që rebelohet dhe shpreh mendimin ndryshe do të kishte një ndikim në le të themi në publik dhe ky ndikim sigurisht që në momentin në cilin ndodhet Partia Demokratike, ku leadershipi prej vitesh tashmë rezulton i bunkerizuar, dhe këtë nuk e them thjesht në referim me zotin Berisha, sepse zotin Berisha në fund ditës që po ne demokratët që e thërritëm mbrapsht pasi për Lulzim Bashën. Referencën më të madhe e kam kundrejt atyre që sot e rrethojnë zotin Berisha, sekretari përgjithshëm, kryetaria forumit gruas, e të gjithë ato që i rrinë dhe i bëhen gardh rreth e qark, sepse kanë një qëllim të vetëm. Qëllimi vetëm është ruajtja e pozicionit të tyre të përhershëm dhe le të themi monjanimi i të gjithë kundërshtarëve potencial që nesër mund vinin dhe mund t'i zinin vendin. Ndaj kjo lufta kundrejt meje, unë them që është një luftë e ignorancës edhe e mediokritetit, e cila nuk do që Partia Demokratike të jetë fituese. Ndaj mua mund të më gjejnë akuza nga më të ndryshmet, mund të më bojnë edhe pjesë të partisë të Kim Jong-ungut, çfarë rëndësie ka, por ideja është që Partia Demokratike sot po mundohet ta izoloj debatin e brendshëm dhe mendimin ndryshe. Dhe nëse këto izolohen, unë mendoj që nuk ka të ardhme nëse nuk ka zhvillim të tillë, sepse është debati ndryshe që zhvillon mendimin, është debati ndryshe që zhvillon edhe tetin e mëtejshëm të Partisë Demokratike. Dhe mbi të gjitha, kur i ve fre shpirtit lirë edhe mendimit lirë, i pret automatikisht shpresën atyre që të shikojnë nga jashtë. Unë besoj që shumë njerëz që shikojnë luftëtar i rritet shpresa brenda vetes dhe thonë ndoshta do bëhet ky vend. Është ajo që kam thënë unë kur kam parë figura në televizion. Këtë kemi vite duke thënë zonja Malli, ndoshta shpresojmë, ndoshta kur shikon që figura luftëtare mundohet t'i pritet koka brenda llojit vet, sigurisht që fillimisht krijon një moment paniku. Pastaj kupton që ky vend apo politika nuk ka ndërmend ndryshoj, por do që të rri po e njëjta, sepse ka fëmijë që kanë lindur në 91-shin zoti Koja dhe vazhdojnë shikojnë të njëjtat fytyra në parlament. Dhe nëse shikojnë fytyra të reja, se kanë futur të ca fytyra të reja, por ideja është që këto të rinj që kanë ardhur janë si copy-paste e fytyrave të vjetra, thënë të drejtën, nuk është. Më tepër janë figura mediokre në niveleve edhe më të ulta intelektuale se sa mediokriteti, të cilat janë të afta të manipulohen në çdo moment dhe të ngrenë dorën aq herë sa rohen nga liderat. Dhe kjo sigurisht që nuk është një parakusht për të çuar përpara një forcë politike, po veç se për ta fundosur, në mendimin tim. Zonja Malli, shiko, duke pasur parasysh Partia Demokratike, sidomos në këtë 5 vjeçarin e fundit, ka patur disa gjëra, disa lëvizje të çuditshme, disa zhurmëra të çuditshme, përçarje, përplasje, gjitha. Dhe a mendoni që brenda Partisë Demokratike
është vrarë kritika dhe mendimi i lirë është ajo që po dënohet më së tepërmi dhe pikërisht nga kjo jeni dënuar dhe ju nga kritika, nga mendimi i lirë. Dhe keni menduar që të ketë fraksione brenda Partisë Demokratike, keni tentuar për në një grup fraksion për mendimin ndryshe në PD? Unë me parashtrimin që ju bëra në pyetjen më përpara, besoj kam qenë e qartë që arsyet kryesore të shpalljes së armiqve, të grupeve armiqësore, sigurisht që është fakti që shprehet lirshëm ose tentohet shprehet lirshëm mendimi ndryshe dhe kritika kundrejt shumë gjërave brenda Partisë Demokratike, si ato që lidhen me organizimin e brendshëm, por dhe ato që lidhen me denoncimin e pazareve brenda radhëve të Partisë Demokratike. Por për sa i përket krijimit të fraksioneve, zoti Koja, unë kam një mendim personal lidhje, ndoshta jo shumë nga ju mund ta ndani dhe mund të jeni dakord me këtë, por për sa i përket krijimit fraksioneve, unë mendoj që nuk është momenti i duhur politik, pasi neve tashmë në 2029 na bëhen gati 16 vite si demokrat që rrim në opozit dhe ne nuk kemi luksin që të krijojmë fraksione. Fraksioni do të krijonte përçarje. Ndaj nëse gjithë secili nga ne do shprehte thjesht mendime të lira, por sigurisht në mënyrë kaotike, krijimi i fraksioneve nuk do të cillte asgjë të mirë për Partinë Demokratike. Në Partinë Demokratike është leadershipi bazë. Jo, nuk janë demokratët problemi. Problemi është leadershipi që duhet reflektoj dhe të hapi krahun. Leadershipi ka që në 91-shin kryetari i Partisë Demokratike bëri ca kohë pushime në kohën Basha, u rikthye sërish dhe me fjalë gjithë e dim se si u rikthye zoti Berisha dhe problemi është që leadershipi ky është inshallah ka jetën e gjatë sa më shumë dhe ka të shëndetshme. Por përsa tjetë ky leadership, Partia Demokratike është e tia. Problemi është që tani në vëmë re, pa dashme të bërë një rezume të së kaluar, se të gjithë e dim, por po vëmë re, për shumë, zoti Saljani ka edhe kandidatur për kryetar partije, është i përjashtuar, i vetë përjashtuar, pra nuk lejohet. Zonja Balliu ka hedhë kandidatur dhe ajo u përjashtua nga Partia Demokratike, e tjerë. Tani, ju të po thoni që Partia Demokratike nuk ka nevojë më për përçarje. E vërtet kjo, plotësisht dakord me ju. Por, duke patur parasysh thjesht këto dy figura, zonja Balliu dhe zoti Saljani. Po ashtu pastaj edhe ju grupi armiqësor dhe të tjerë që janë përjashtuar qoftë në Durrës, qoftë në zona të tjera të Shqipërisë. Tani këto krijojnë përçarje, apo vetë leadershipi po do të krijojë përçarje për të patur një parti të mbledhur vetëm për veten, dhe nëse është kjo, çfarë duhet të bëhet? Unë mendoj e vetmja gjë që mua mendoj që duhet ishte sakta është që leadershipi duhet lejoj garën totalisht të lirë. Në fakt është e ditur tashmë, ndoshta demokratët do më kryqëzojnë se unë po e them këtë, por është e ditur tashmë se si manipulohet vota. Për të thënë mendimin tonë dhe për të nuk ka problem, sepse edhe Galileo Galilei u dosh në turrën e druve, po në fakt pastaj doli që rruzulli toksor kishte vërtet formën e rrumbullatës. Por nuk është problem fare, sepse i mirëpresim të gjitha komentet. Ju thash, problemin e kam me vete, nuk e kam me tjerët, por ideja është që është e ditur tashmë brenda radhëve të Partisë Demokratike, të antarësisë dhe të atyre që janë aktiv, mënyra se si manipulohet vota e lirë. Në fakt, kur më përpara përmendot edhe ish liderin zotin Basha,
nuk është e vërtet që zoti Berisha sipas mendimit tim bëri pushim. Zoti Berisha ishte në alert dhe besoj unë ishte ndjeni të çdo gjëje që bënte zoti Basha, por ani pse e kaluam këtë gjën dhe tani nuk është ky momenti për ta diskutuar. Zoti Berisha ka qenë gjithmonë aty. Unë thash në atë kuptimin mas kuintave me fjalë sepse kryetar ka qenë zoti Basha, Fiks pas kuintave, sepse politikën pak a shumë e njohim nga jashtë. Në fjalë, okej, nuk kemi të borxhëm të situatës. Nuk mendoj që zoti Berisha ka qenë pushim në ato kohë, totalisht ndjeni të gjitha lëvizjeve, vetëm pati një moment çdimi dhe në ato moment çdimi sigurisht që zoti Basha mori atë që meritonte dhe zoti Berisha u rikthye në drejtim Partisë Demokratike në atë kohë si shpëtimtari vetëm i situatës në të cilin kishim hyrë. Por gjithsesi unë mendoj që e vetmja gjë që leadershipi i Partisë Demokratike duhet reflektoj sot në mënyrë të tillë që mos perceptohet edhe në publik si autokratik, ashtu siç është sot edhe Edi Rama, është lënia e garës në rrjedhje të lirë. Pra, mos të bëj ato që ka bërë deri tani, mos të pushkatoj njerëz duke i ulur reputacionin dhe duke nxjerr lloj soj tezash, armiqësie apo shpifjesh, ti le njerëzit të garojnë të lirë, ti le demokratët të votojnë të lirë, mos demokratët me 5 lekëshe, siç e kanë zakon, sepse këto gjëra ndodhin bazë, zoti Koja. Është ndoshta duket absurde që ju vetë dëgjoni, po bolti bësh një nder të vogël personal X-it apo Y-it që është një antar i thjesht dhe vjen ta jep votën vetëm për faktin se i ke bërë atë nder dhe nuk arrin të perceptoj që ti je përgjegjës nesër për fatin e jetës atij. Ndaj, bolti demokratike mos sillet sot si Partia Socialiste që blen vota dhe ta lër të lirë garën brenda llojit pa ndikuar dhe pa armiqësuar njerëz dhe unë besoj që do të ketë një ndryshim shumë pozitiv duke i lënë njerëzit të zgjedhin të lirë dhe sigurisht duke pranuar edhe mendimin ndryshe dhe neve armiqve. Sepse krijimi i fraksioneve, ju lutem, e kuptoj që ndoshta unë humbem te kjo gjëja, po është diçka që më prek në shpirt realisht, se kam 10 vite më pëlqen shumë kjo që ju po thoni, a kupton? Dhe nuk është qëllimi për të ndërprerë. Por ideja është që krijimi i fraksioneve sot dhe përbaltja që i bëhet figurave tona thjesht do përçaj. Pse do përçaj? Sepse një pjesë do besoj shpifjet dhe nuk do bëhet pjesë e këtij fraksioni, dhe një pjesë tjetër mund të bëhet pjesë e këtij fraksioni sepse do tentoj apo do mundohet që të uniformohet me këtë mendimin e lirë. Po unë një gjë ju siguroj, zoti Koja, që sot në Shqipëri është krijuar sistem vrasja e mendimit lirë. Ndaj mos kujtoni që të gjithë ato që janë të antarësuar në Partinë Demokratike kanë aftësinë ta kenë mendimin e lirë, aq më tepër ta shprehin, ta artikulojnë apo dhe të veprojnë sipas këtij mendimit lirë. Keni parasysh që jo të gjithë antarët e Partisë Demokratike kanë nivele të larta intelektuale. Ka njerëz që për fat keq mbyten me një gisht ujë. Dhe këto janë shumica. Ky është realiteti. Ndaj krijimi i fraksioneve do të sillte thjesht përçarje. Ama dhënia e mesazhit nga leadershipi, okay, le të rri zoti Berisha aty poshtë. Ama le ta pranojë edhe Ervin Salianin, Garde Alesia Balliun dhe atë Evi Kokalarin dhe kushdo tjetër që të doj. Po 30 veta le të bëhen dhe të vinë përballë zotit Berisha. Zoti Berisha, për hir të kultit të individit që është krijuar, prapë do dalë fitues, të ju asiguroj unë. Ama, të paktën t'i japi perceptimin demokratëve që unë garën e lirë, e lash, të zhvillohej, që unë po pranoj edhe mendimin ndryshe, që unë nuk kam frikë nga kundërshtarët e mi, sepse kjo sjellje sot tregon vetëm një mani persekucioni, një lloj frike nga mendimi ndryshe. Vetëm kaq. Unë nuk besoj se do rezultonte humbës nga gara lirë. Zonja Malli, unë ju ndoqe me shumë vëmendje dhe më thënë të drejtë edhe mu më dhëmbi një pjesë, kur ju ceket pjesën e votës dhe pjesën se si shqiptarët votojnë qoftë me një nder sa do të vogël, apo qoftë edhe me një
po themi shit blerje vote 50 euro, 100 euro, thes miell, paka ushqime, shkudion e tjerë. Por ne jemi rasti, do them, mund të jemi rasti unikal në botë që duhet të studiohet edhe nga sociologët, psikologët, njerëzit social, sepse si ka mundësi që prindi shqiptar të votoj për të larguar fëmia nga Shqipëria. Si ka mundësi që pensionisti shqiptar të votoj për mos i shtuar pensioni. E tjere pa fund, pra kjo është një diçka që duhet ekspertat e psikologjisë dhe sociologjisë duhet sinqerisht të bëhet studim, sepse kjo është vërtet e çuditshme dhe përtej çdo lloj çudi është e dhimbshme, sepse gjithë e dim, gjithë themi, gjithë flasim, por ama vota të jepet atij që ty po të vjell vendin, atij që ty po të vjell dinjitetin, atij që po të largon fëmijën nga shtëpia, atij që po të largon nipin dhe mbesën nga prehri, atij që nipi dhe mbesa jote nuk flet dot shqip me gjyshin e vet, atij që gjyshi dhe gjyshja nuk mund të komunikojë me nipin me mbesë, pra kjo është rast unikal që duhet ta marrin në dorë sociologët dhe psikologët, që edhe Freudi po të ishte gjallë do çuditë i besoj. Gjithsesi, kjo është një kulturë jona shqiptare që sinqerisht nëse nuk ndryshohet kjo, sa do propagandë, sa do të bërtas Doris Malli apo kush do tjetër, nëse nuk ndryshon kjo kulturë dhe duhet sinqerisht që edhe vetë diaspora duhet të jetë pak më, jo pak, por shumë më ndërgjegjshme, sepse duhet edhe ne të shohim Shqipërinë, jo të bërtasim që këtej nga larg, pse s'bëhet Shqipëria, pse s'ngrihet Shqipëria. Në fundit kush do ngrihet në Shqipëri? Pensionistët, do çohet babi im, do çohet nëna atij tjetrit, pra kush do çohet? Gjithsesi, zonja Malli, ju po thoni vazhdimisht që deri diku po thoni që jeni kundër fraksioneve. Po mirë, bëj një pyetje ndryshe. E ka luksin Partia Demokratike të përshtojë një individ si puna juaj apo edhe si shumë të tjerë? Është ky luks? Absolutisht jo, unë e thash ceka këtë shumë fillim, fakt përjashtimi individëve, i kujdo individi nga antari më i thjesht i bazës i Partisë Demokratike, te ato që kanë një background intelektual akoma dhe më të lartë, nuk është luks i Partisë Demokratike, përkundrazi është një lëvizje shumë e gabuar strategjike që Partia Demokratike bën në këto momente, pikërisht për atë që unë ju thash pak më parë për vrasjen e shpresës kundrejt publikut. Në fakt të gjithë po e shikojnë sot me sy kritik këtë gjë, pavarësisht se Partia Demokratike dhe dega e jon veçanërisht mundohet që të censuroj edhe në rrjetet sociale komentet pozitive që bëhen kundrejt personave të përjashtuar apo komentet negative kundrejt veprimit të gabuar që po merr Partia Demokratike, perceptimi në publik është shumë i qartë. Partia Demokratike nuk e ka këtë luks dhe me këtë rast unë dua të falenderoj edhe ato qindra qytetarë që më shkruajnë privatisht dhe që më shprehin mirënjohjen për luftën që kam bërë për të drejtat tona dhe për faqësimin që unë vazhdoj bëj në Këshill Bashkiak, por mbi të gjitha më shprehin indinjatën e tyre të thellë për mënyrën se si Partia Demokratike po sillet me antarët e vet, sepse sigurisht kjo i krijon perceptimin që sot më ndodhi mua, nesër do t'i ndodhi një tjetri, ashtu dhe një tjetri, aq herë sa ato mos jenë dakord me bendimet e gabuara që Partia Demokratike po ndërmerr, qoftë edhe në bashkëpunimet në thonjza që po krijon me pushtetin edhe në parlament. Ju kujtoj rastin e avokatit popullit, që që një nga rastet më skandalos që bëri Partia Demokratike, sepse pasi bëri faj në madh, nuk bëri gabim, bëri një faj të madh me firmosjen e emrave të kandidatëve të cilët ishin kundërshtar të përbetuar të Partisë Demokratike dhe sigurisht të betuarit për jetë ndaj pushtetit, pastaj doli me një deklarat absolutisht infantile, duke thënë na mashtruan se ne nuk e kuptuam procedurën. Atëherë pyetja ime është, ku po çon në parlament sot Partia Demokratike, sepse një grush deputet që thonë nuk kuptuam procedurën, do të thotë që minimalisht nuk kanë inteligjencën
dhe përgatitjen profesionale për të përfaqësuar dhe për të marrë në dorë fatet e gjithë secilit nga ne. Pra po çon në parlament njerëz mediokër, njerëz të niveleve zh, të cilët nuk përgjigjen as për veprimet e veta. Këtë po kuptoj unë. Jo kuptoj, shiko, zënja Malli, më thënë të drejtën, unë du të kërkoj ndjes publike sepse deri para disa ditësh, thënë të drejtën, nuk e kam hasur emrin tuaj, duke pa të parasysh që unë jetoj edhe jashtë dhe jam i tjetër krahine në Shqipëri, pra nuk e kam hasur emrin tuaj. Por ka disa ditë që ju jeni bërë figurë publike kombëtare dhe madje edhe këtu në diasporë shpeshherë kur kemi komunikuar këtë ditë të fundit me miqtan, emri juaj lakohet në atë drejtimin pozitiv dhe në atë drejtimin që ju keni filluar të thoni disa të vërteta troç. Problemi është tani që ju keni filluar të thoni disa të vërteta troç dhe të flisni, si thosh, më shumë guxim edhe për leadershipin apo për politikën kombëtare. Keni patur kontakt apo komunikime, u ka komunikuar dikush nga Kupola apo pra është ofruar ndonjë sinjal, ndonjë mesazh që është bërë gabim me përjashtimin tuaj apo vazhdojt me atë kokëfortësinë? Jo, nuk kam pasur kontakt me asnjë person që i përket kupolës drejtuese të Partisë Demokratike. Në fakt nuk çuditem as pak nga kjo, sepse është një konsekuencë e gjithë sjelljes që është bërë deri tani, nuk është hera e parë në të cilën unë shprehem edhe publikisht kundër disa vendimeve të Partisë Demokratike, por sigurisht preferojnë që figura ime apo figura të ngjashme mua të lihen në heshtje, derisa ndoshta sipas mendimit atyre të pushojmë vetë, të lodhemi edhe të pushojmë vetë, sepse sigurisht që ky mendim i ndryshe i vret edhe i tremb. Unë nuk kam fare dyshim për këtë. Sot që flasim janë totalisht të izoluar dhe ju keni një rast që është shumë më i dukshëm se sa imi, jo më larg se sa 2 ditë përpara të përjashtuarit e qarkut të Durrësit, që ishin dhe ato pjesë e Këshillit Bashkiak, u gjendëm përballë selisë Partisë Demokratike me një grup të madh të konsiderueshëm njerëzish të cilët kërkuan një ballafaqim me liderët e Partisë Demokratike dhe ky nuk ndodhi. Pra, ti kesh njerëzit poshtë zyrës dhe minimalisht mos t'i presësh, dhe ju e dini që mikpritja është një nga tiparet kryesore të shqiptarëve, që është trumbetuar në libra dhe nga autor ndërkombëtar me famë ndër qindra vite, dhe në fakt as nuk i kanë pritur, as nuk kanë denjuar t'i presin ato persona që sot që kanë vërë të mundur që sot kjo kupol të qëndrojë në kolltuqet e tyre. Ndaj ky lloj mënjanimi dhe injorimi që i bëhet antarëve të partike, sigurisht që është diçka e paprecedent, sigurisht që është diçka që nuk duhet ndodhte, por pasqyron shumë qartë atë që është qasja e kupolës të Partisë Demokratike sot kundrejt antarëve të vet. Po themi kupola Partisë Demokratike. Tani leadershipin e dim i fjalë që ai është një dhe i patjet të rësushëm, sikur mund të themi është zoti për gjithë planetin, Berisha është për Partinë Demokratike, edhe pse më thënë të drejtën është shumë gabim, sepse çdo kush ka ato meritet e veta, Berisha s'o ke hiqet asnjë merit për atë çfarë ka dhënë për Partinë Demokratike dhe për figurën historike që është në Partinë Demokratike. Është një legjend, po themi, në Partinë Demokratike, por në fundit çdo gjë ka një fund dhe duhet secili prej nesh të hyjë një negociat me veten. Pra, tani mendoni që Berisha vet e drejton Partinë Demokratike apo Berisha vet është në presion nga të tjerë në Partinë Demokratike? Unë e kam artikuluar dhe më parë dhe mendoj që zoti Berisha sigurisht nuk është omnipotent dhe omniscient, kështu që sigurisht nuk mund të di çdo gjë që ndodh në qelizat e Partisë Demokratike, dhe për t'ia bërë të ditur këto, sigurisht që Partia Demokratike ka një strukturë e cila referon
tek zoti Berisha për atë që po ndodh në bazë. Dhe unë besoj që ajo që unë e quaj kupola, në fakt kupola nuk është zoti Berisha, kupola janë ato që sot rrethojnë dhe furnizojnë me informacion zotin Berisha, dhe për fat të keq kjo është një kupol e krijuar në një sistem informacioni që shpesh herë shkon rreshëm kundrejt zotit Berisha, është një keq informim që i bëhet zotit Berisha sot, dhe që për mendimin tim nuk bën gjë tjetër veç se dobëson pozicionin e tij si lider. Pra, unë mendoj që edhe ai sensi i konkurrencës së brendshme sot po bën që të dobësohet zoti Berisha dhe nesër sigurisht Partinë Demokratike ta marrë një lider, por jo një lider i ri, një lider i sapo formësuar, por ta marrë një person i cili ka ndenjur gjithmonë pranë zotit Berisha, por ndërkohë është i formësuar edhe le të themi me metodat e vjetra të Partisë Demokratike. Dhe në këtë sens un kam atë mendimin tim personal, sepse ndër vite kam parë se si figura potenciale për të qenë lider të Partisë Demokratike janë ose janë plotësisht eliminuar nga jeta politike, ose janë mënjanuar duke i caktuar drejtues qarqesh, duke i caktuar detyra brenda Partisë Demokratike, të cilat nuk qëndronin në lartësinë e tyre, si për t'i sfumuar figurat dhe për t'i bërë që të dilnin edhe me rezultate të këqija elektorale. Ju kuptoj, më thënë të drejtën, nuk duhet të kthejmë tek pjesa e para 11 majit, por unë kam patur edhe vetë doktor Berishën në bisedë bajagit e gjatë, kam patur edhe zotin Boçi, kam patur edhe tjerë eksponent të Partisë Demokratike. Në fakt, një nga figurat cilës i referohem si figurë e mënjanuar është pikërisht zoti Boçi. Dhe me ka bërë çudi shumë ajo pjesa e deleguarve apo drejtuesve politik në qarqe të ndryshme të vendit, për shembull zoti Boçi në Shkodër, që pavarësisht respektit apo elogencës që ka zoti Boçi apo staturës politike që ka ai, me fjalë janë disa zona që duan njerëz të tjerë apo duan njerëz të zonave të tyre që janë më shumë prezent dhe që i dinë më shumë problemet, dhe për shembull edhe në Shkodër ka patur probleme të pafundme. Por a mendoni që me fjalë ju në një farë mënyrë po thoni shumë çka me një farë diplomacie, si thuaç, të butë, por mendoni që është Flamur Noka ai që synon këtë marrëdhënien me pushtetin e leadershipit të Partisë Demokratike? Absolutisht që po. Absolutisht që po. Funksionojnë këto strukturat sepse është një nga faktorët kryesor dhe është një nga aktorët kryesor që po çon përpara këtë teatr shëmtuar. Do më lejosh, më vjen unë kërkoj ndjes të gjithë miqve që po më shkruajnë në rrjetet e mia sociale, dhe por do përzgjell një pyetje të një miku në Francë, ku më thotë respekt Leonard, përshëndetje për zonjën, për ndjek me shumë vëmendje, thot, sepse hera e parë që e dëgjoj thot këtë zonjën dhe që po e njoh. Dhe doja thot, meqense është zonjë dhe janë 4 gra të përjashtuara, dhe Partia Demokratike ka një forum të gruas. Ka patur një kontakt thot nga forumi i gruas të Partisë Demokratike dhe për të kuptuar një farë mbrojtje se pse këto gra janë përjashtuar, dhe zonja thot, a mendon që në Partinë Demokratike duhet bëhet një përkatësis i thellë dhe duhet të jenë më të guximshëm për të qenë më të hapur dhe për të pranuar dhe fraksione dhe pse jo për të ndryshuar kupolën e Partisë Demokratike? E falenderoj për pyetjen, zotrin, e përshëndes. Absolutisht që po, jam dakord me ato që ai thot, që duhet që të ketë një hapje të Partisë Demokratike. Në momentin që jemi duke folur, unë personalisht po nuk besoj që as zonjat e tjera nuk kanë patur një kontakt dhe një ndihmë nga forumi i gruas që drejtohet sot nga zonja Vokshi. Në fakt edhe në këtë sens zonja Vokshi është një nga figurat e instaluara tashmë prej vitesh në drejtim të këtij forumi. Ajo ka rreth 15 vite, mos më tepër, që është në forumin e gruas, nuk e janë bërë zgjedhje në atë forum dhe ka shumë
Në fakt, këtë po ju thoja, ka shumë vite që zonja Vokshi është në drejtim të atij forumi, asnjëherë nuk është hapur gara në atë forum, madje kohë përpara dhe 1 vit përpara, gjatë vitit zgjedhor, brenda forumit grua sigurisht që ka pasur ngërçe për faktin se asnjëherë nuk janë zhvilluar zgjedhje dhe për faktin se edhe brenda forumit gruas që duhet theksuar është një organizatë partnere e Partisë Demokratike, sigurisht që ka ambicie edhe nga zonja të tjera të cilat kanë ide më të reja, kanë vizion tjetër në drejtimin e kësaj organizate, sigurisht që fakti që nuk janë lejuar edhe zgjedhjet dhe nuk janë bërë kurrë zgjedhjet brenda kësaj organizate, është një tjetër problematik e Partisë Demokratike. Ndaj unë sot që jemi duke folur për t'ju përgjigjur zotërisë, nuk kam asnjë kontakt me zonjën Vokshi. Në fakt unë nuk kam asnjë kontakt me zonjën Vokshi që nga momenti që janë zhvilluar primaret vitin e kaluar, pra kam plot 1 vit që nuk kam asnjë kontakt me zonjën dhe kjo të bën të mendosh që mënyra se si është përqendruar dhe instaluar pushteti brenda Partisë Demokratike është një sistem totalisht i mbyllur në të cilin bëjnë pjesë këto drejtuesit e madhërishëm dhe nga ana tjetër nuk lejohet që të hyjë absolutisht asnjë element tjetër që mund të krijonte një farë ndryshimi apo mund të sillte një mendim ndryshe. Ju kuptoj shumë drejt dhe unë shiko, faktikisht që të ketë ndryshim dhe që të ketë prurje të reja, normalisht që duhet të fillohet nga seksionet, nga degët, nga forumet brenda partisë, pra që tjetë ajo hapja e madhe e një partie, pa të shofun nga larg, ndoshta keni tjetër këndvështrim dhe ju shikoni gjërat ndoshta më ndryshe. Por duke patur parasysh zonja Malli, që Alesa Balliu shpalli kandidaturë, Saliani shpalli kandidaturë dhe të dy të përjashtuar. Tani ju me këta 2 individ, qoftë me Alesin si armike grua, qoftë me Salianin si armik dhe si vetë përjashtuar sipas leadershipit. Keni kontakte dhe kush do jetë hapi tjetër, si do jetë ajo, si thosh, përplasja, përballja në Partinë vazhdimësia në Partinë Demokratike? Zoti Koja. Po, me dëgjoni, po. Okej, tash është okej. Përballja, unë nuk e di si do të vazhdoj, sepse zoti Saliani tashmë e ka nisur, le të themi, një lëvizje të tillë. Për sa i përket zonjës Balliu, unë besoj që zonja Balliu duhet përballet në gjykat me faktin e përjashtimit, sepse ka edhe një element të cilin e ndihmon jashtëmase shumë. Zonja Balliu nuk është antare e Partisë Demokratike Dega Elbasan, por është antare e Partisë Demokratike diku në njësitë e Tiranës në të cilat ajo banon, ndaj dhe vendimi që është marrë kundër saj është totalisht nul nga ana juridike, s'kan si ta marrin duke përjashtuar nga Partia Demokratike Degës Elbasan. Kjo është një gallat tjetër e madhe që tregon edhe ignorancën institucionale të Partisë Demokratike, pikërisht. Për sa i përket zotit Saliani, nuk e di se si do vazhdojnë ato foltoret e tij, por duhet këtë, sepse kjo lidhet edhe me ato që juve quani krijim fraksionesh. Unë jam një njeri politik, por mbi të gjitha unë jam një njeri i cili Partinë Demokratike e njeh nga terreni dhe sigurisht që ka në fokus fitoren e Partisë Demokratike dhe krijimi i fraksioneve do të kërkonte krijimin e një partie që të regjistrohej në zgjedhjet e ardhshme. Dhe unë nuk e di fizikisht se sa mund ta kemi neve tani kohën edhe mundësinë që të krijohet një parti e re me simpatizantët e saj, me strukturat e saj, se të krijosh një parti nuk është shaka, nuk është një ëndër në sirtar që mund të realizojmë nga sot nesër. Krijimi një partie dhe mbi të gjitha krijimi një partie që do të thithë vota, sepse ne nuk na intereson që të krijojmë fraksione, të krijojmë parti, të dalim dhe në një farë sensi, po e them në mënyrë popullore, të fulliqemi në publik duke mos marrë asnjë mandat.
por thjesht duke I hequr vota më tej asaj që është grupimi më I madh që është Partia Demokratike. Ndaj të gjendur në këtë situatë, zoti Koja, jemi me shumë vonesë për të krijuar fraksion apo parti të re, sepse e kanë provuar shumë të tjerë përpara, ka provuar zonja Topalli që u rikthye në Partinë Demokratike. Në fakt, kurioze pse kjo nuk është armike, se kjo vajti krijoi edhe parti tjetër, po nejse, këto janë detaje, këto janë detaje. Jo, shiko, dua ta them sepse unë kam bërë pyetje edhe kur kam patur eksponent të Partisë Demokratike. Zonja Topalli është deputete e Shkodrës, ajo me partinë e vet në 2021 mori 300 vota në Shkodër dhe erdhi në listë të mbyllur në Tiranë duke zënë vendin dikujt tjetër, ndoshta shumë më të ri dhe shumë, s'po them shumë më të zgjuar, sepse pjesën zgjuarësisë nuk e ndajmë ne, por ndoshta fytyra të reja që ne flasim për ditë mund të ishin në atë listë, mori mandatin e deputetit në listë të mbyllur dhe zonja Topalli partinë e vet e ka akoma të hapur në gjykatë. Pra nuk e di, është bërë deputete e Partisë Demokratike duke qenë koalicion, apo në çfarë mënyrë, gjithsesi këto janë çudi shqiptare, kështu që Jo, nuk është në koalicion, ishte dërguara për diasporën dhe sigurisht e deleguara për diasporën. Kryetare partie me parti aktive. A kupton? Po tani, këto janë çudirat shqiptare, pra unë shikoj që krijimi një fraksioni apo krijimi një partie të re është thjesht një kërcënim kundrejt liderit për t'i thënë fut dhe mua te lista jote, po jo se do prodhoj ndonjë gjë për qytetarët e Shqipërisë apo për demokratë. Tani qëllimi i lartë është fitohet Partia Demokratike dhe që të fitojë Partia Demokratike duhet të ketë bashkim, jo përçarje. Ama nga Partia Demokratike mos largohen njerëz që guxojnë të artikulojnë këtë dhe që guxojnë të thonë edhe që nuk duam të bashkohemi në një moment caktuar me X-in apo me Y-in që mund të kenë krijuar fraksionin e vet sepse kanë kaluar situata të tilla që e kanë bërë që shqiptarët mendojnë që kjo nuk është zgjedhja e duhur. Duhet të bëhet edhe përjashtimet pra në këtë sens. Duhet të jenë të mirë menduara, jo të bëhen kundrejt individëve singolar, si puna ime, që në fund ditës edhe nëse unë dal nga Partia Demokratike nesër, sigurisht do sjell një farë kostoje, por sigurisht nuk do humbja, por nuk do fitoj Partia Demokratike se dola unë. Të jemi të sinqert, zonja Malli, në Partinë Demokratike pra që në 2021 pati përplasje, debate, ofendime, shtyrje, shkopim, gaz, gjitha I ka provuar Partia Demokratike dhe sot nga 2021 vetëm Lulzim Basha dhe Keled Alibeja nuk janë në Partinë Demokratike, sepse gjithë ata që s'lan gjë pa thënë për Sali Berishën, të gjithë ata që s'la gjë pa thënë Sali Berisha për ata, të gjithë ata që u vunë ballë për ballë në një betejë ku është pika me zezë, njolla me zezë, një partie në gjithë botën, jo më një opozitë në Shqipëri, të gjithë ata janë aty. Pra, problemi është që Partia Demokratike thjesht mendoni që do të jetë në opozitë leadershipi I Partisë Demokratike? E gjendur përballë këtyre vendimeve dhe strategjive vazhdimisht të gabuara në syrin tim dhe në syrin e të gjithë njerëzve që guxojnë të mendojnë me logjik, po. Do të rrinë në opozit, sepse ndryshe nuk do kishin asnjë bazë ku të qëndronin gjitha këto që po ndodhin. Tani, ju jeni një person, thash pra, statura juaj ka dalë përtej asaj staturës lokale. Dhe ne përpoqim të bëjmë një bisedë të përgjithshme kombëtare, me fjalë të qendrës të Partisë Demokratike, jo thjesht lokale. Sot në vëmë re që Partia Socialiste ka ngrit grupe pune, ka përcaktuar drejtuesit politik të qarqeve, pra ka filluar organizimin e pushtetit lokal, përzierjet e pushtetit lokal 2027. Partia Demokratike akoma është në debatin e kryetarit dhe akoma s'po merret vesh se çfarë do ndodh me kryetarin e Partisë Demokratike. Ju
si person politik lokal në Elbasan, si shikoni gjithë të frymë, ose kush është fryma e demokratëve në Elbasan, ose si e ndjeni ju një vit para fushatës, para zgjedhjeve, gjithë të rrëmuj, po them, sepse s'po diesëm çfarë fjalë t'i gjej. Në këto vitet e fundit në cilët kam qenë angazhuar maksimalisht në politikë, kam artikuluar gjithmonë fjalën, po jo sot. E kam artikuluar gjithmonë, jemi vonë, jemi me vonesë. Sa herë që fillonim të bënim diçka. Në fakt, Partia Socialiste, edhe pse ka vite tashmë instaluar në pushtet në mënyrën më fikse të mundshme, vazhdon dhe i qëndron me rigorozitet pjesës organizimit. Sa po mbaron një fushat, ato bëhen gati për fushatën tjetër. Nuk bëjnë ato pushim fare. Ndërsa ne e marrim me shumë komoditet. Ne na kalon fushata, na kalojnë zgjedhjet, humbim, deri ke momenti i reflektimit, marrim kohë, bëjmë një palë pushime, relaksohemi, pastaj nuk e di se çfarë ndodh, asnjëherë nuk na del koha të bëjmë një analizë të mirëfill të arsyeve reale të brendshme të humbjes, se ato të jashtme t'i dim tashmë, i kemi trumbetuar, i kemi denoncuar e të gjitha me radhë, dhe pastaj çuditërisht na kapin zgjedhjet e tjera dhe ne akoma jemi në fazën që nuk kemi organizuar, po jemi totalisht të çorientuar. Dhe keq më vjen ta them, po do vazhdoj ta them, që ky nuk është faji i demokratëve thjesht, demokratët e thjesht dhe strukturat bazë të Partisë Demokratike kërkojnë orientim. Funksionojnë strukturat bazë strukturat bazë funksionojnë disi, nuk mund të them që funksionojnë plotësisht. Ka qenë një periudhë në 2023 kur neve kishim kandidat për Bashkinë e Elbasanit, zotin Boçi, që kemi bërë një punë të jashtëzakonshme dhe arritëm që t'i bëjmë funksionale gati të gjitha strukturat, diçka që pastaj u sfashuan momentin kur pësuam edhe humbjen, e cila pati arsyet e veta, nuk ishin arsye të brendshme, ishin totalisht arsye që lidheshin me pushtetin e Partisë Socialiste që manipuloi sistemin zgjedhor nëpërmjet votimit elektronik, por në atë moment, sigurisht të lodhur demokratët, sigurisht edhe të pa orientuar, sepse pasi ndodhi humbja, nuk pati asnjë lloj orientimi real, vinë dhe përballen me zgjedhjet e 2025-s dhe kjo ndodh në vazhdimsi. Pra kjo apatia që shpesh herë edhe në mbledhjet e strukturave e shfaqin dhe e akuzojnë drejtuesit edhe lokal të partive, duke thënë, jeni shumë apatik, jo më asnjë nuk rri apatik, por ti jep inputin dhe impulsin për të çuar dhe për të vepruar. Struktura ka nevojë për orientim të qartë ideologjik, ka nevojë për orientim të qartë veprimesh dhe aktivitetesh që duhet të ndërmarr për të qenë prezent në fushat, por mbi të gjitha zoti Koja, ndoshta kjo është herezi që do them, struktura ka nevojë për financim. Jo, faktikisht aktivitetet nuk bëhen me frymën e shenjtë. Absolutisht. Aktivitetet nuk bëhen me frymën e shenjtë. Aktivitetet kanë nevojë edhe për financim monetar nga ana e qendrës. Me fjalë, ju po doni thoni që edhe nga ana financiare qendra ka lënë fare të zbuluar strukturën e Elbasanit, apo kjo mund të jetë në gjithë Shqipërinë, me fjalë. Totalisht. Po mirë, si do fitori Partia Demokratike për pasaj zënja Malli? Këtë pyesje, kur të keni zotin Berisha ose zotin Noka, ty pyesni ato se unë nuk gjej formulë fituese në këto kushte. Unë formulën fituese e gjej sipas këtyre para kushteve që ju thash tani. Pra, frymë ideologjike, aktivitetet mirë përcaktuara, zgjedhjet lira brenda dhe mbi të gjitha edhe financimi këtyre aktiviteteve. Ju kuptoj shumë drejt zonja Malli, dhe ju kur s'keni një formulë fituese, kush është formula që ju mban në Partinë Demokratike? Mua. Juve. Shpresa se një ditë do ketë zgjedhjet lira në Partinë Demokratike,
shpresa se një ditë do prevaloj shpirti i lirë dhe mendimi ndryshe kundrejt autokracisë krijuar në Partinë Demokratike. Unë Partinë Demokratike jam sepse e besoj ideologjinë e saj të djathtë. Dhe sigurisht që është diçka që mua më gryen për brenda. Pra sado që unë të rri jo aktive në shtëpi dhe ta ndjek nga televizioni ose nga radioja, mua gjithmonë më dhëmb dhe gjithmonë më djeg aktiviteti i Partisë Demokratike. Dhe është kjo arsyeja pse unë jam pjesë e kësaj force. Unë të jemi sinqer, do mbaj mend atë ponë tënde, që kur folëm partia, me fjalë opozita, Partia Demokratike është dakord të rrinë në opozitë dhe ju thatë një po, pra unë jam me këtë ponë tënde, sepse Partia Demokratike nuk e di se kur një opozit mund të ketë një qeveri më të dobët dhe një qeveri totalisht të kalbur dhe me të gjitha ato problematika që ka Partia Socialiste, pra, ose qeveria, se shumë që ka probleme që ka partia atje, qeveria që ka gjitha ato probleme me të gjithë shqiptarët dhe opozita jo thjesht nuk po vjen në pushtet, por sikur për ditë më shumë po i dhuron pushtet qeverisë socialiste. Dhe tani, të themi ne që jemi një moshë që kemi qenë adoleshent kur ka hyrë demokracia dhe vazhdojmë edhe sot në 2026 të themi shpresojmë dhe shohim për ditë që pushteti dhurohet dhe nuk tentohet që të ndryshohet, a mendon që edhe kjo shpresa tani më kemi abuzuar aq shumë sa që ne po e zhgënjejmë veten totalisht në mënyrë më të ëmbël të mundshme? Ndoshta do tingëlloj idealiste kjo që do them, por zoti Koja, unë jam një nga ato të rikthyer në Shqipëri për të kontribuar. Jam një nga ato kokfortët që po rrit fëmijën e vet në Shqipëri. Ju admiroj. Duke patur të gjitha mundësitë e botës për të qenë në çfarë do lloj shteti evropian, sepse kam një diplomë një universiteti 700 vjeçar. Por unë jam po nga ato kokfort të cilët duan t'i lënë diçka pas fëmijës vet, dhe t'i lesh diçka pas fëmijës nuk është t'i lesh një pasuri monetare apo asete të paluajtshme. Fëmijës pas i lihet emri, fëmijës pas i lihet shpirti, fëmijës pas i lihet një legacy që do ta mbarti në gene, në vena, dhe nëse në Partinë Demokratike dhe në Shqipëri sot të ketë sikur dhe ka, jam e bindur që janë, sepse i shikoj që janë, takoj njerëz për ditë, të ketë sikur 10% të popullsisë kështu, unë e di që ky ndryshim nuk do ndodh nesër, jam shumë e bindur. Por ky ndryshim do ndodh në të ardhmen dhe arritja ime më e madhe si prind, por edhe qytetare, do të jetë që nesër përballë fëmijës tim do të kem guximin t'i them unë për ty luftova. Kaq ishte mundësia ime për të bërë, por ama të lash diçka të mirë krijuar, të lash bazat që ti të ecësh përpara. Dhe unë jam e bindur që nëse shumë të rinj në Shqipëri vendosin që të shprehin ato që janë, ato që kanë në shpirt dhe ato që kanë në kokë, duke vënë punë edhe të gjitha njohuritë e veta, sepse fal Zotit sot, neve nuk jemi brezi prindërve tanë, të cilëve ju mohua mendimi, por jemi ai brezi ndërmjetëm, jemi ai brezi ndërmjetëm që ne duhet të rikuperojmë atë që s'kan bërë dot prindërit tanë, por duhet të ndërtojmë atë që duhet për fëmijët tanë. Ndryshimi në Shqipëri, për mendimin tim, deri tani nuk ka ardhur, sepse brezi më përparshëm nuk ka pasur as njohuritë e duhura për ta bërë këtë, por mbi të gjitha ka patur një shtypje në gen të mendimit lirë. Juve do qeshni tani, unë uroj prindët e mi nuk do ta dëgjojnë këtë, se janë të dy intelektual, por akoma dhe sot mamaja ime, kur unë flas kaq hapur, është e friksuar dhe thot aman moj goc, boll fole kaq se do të gjej ndonjë gjë. Kuptoj shumë drejt. Kështu që
unë nuk do t'i them kur vajzës time nesër, mos fol se do të gjej ndonjë gjë. Sepse unë nuk po e bëj sot as vetë. Okay. Dhe unë mbi të gjitha du të le, kur mos jem më, një model që po të flasësh dhe po të shprehësh atë që je dhe atë që ndjen edhe atë që beson, asnjë gjë nuk të ndodh. Se është kundërshtar i pari që të ka prit. Absolutisht. Me fjalë, unë jam plotësisht dakord me këtë që thoni ju dhe ne jemi ai brezi ndërmjetëm që të rikuperojmë atë që s'patëm mundësi ta bëjmë prindërit tanë dhe të ndërtojmë më të mirën atë që duam ne për fëmijët tanë. Por problemi është këtë mund të arrijmë nëse Berisha dhe Rama shkojnë në pension ose me pensionin e dënimit që mos të kenë të drejtë më të merresh me politikë. Pastaj ndoshta mund të ketë në një farë shpresë. Zoti Koja, unë besoj që Zoti ndihmon kurajozët, ndaj sigurisht që po Zoti do veproj në ditë, sepse dhe koha biologjike Zonja Malli, ti mund t'jesh kurajoze t'hillesh nga avioni, po s'mund ta vesh Zotin dyshim që po të shpëton apo jo. Kështu që duhet edhe Zoti duhet ndish ta provokosh. Jo, ideja është Zoti për fat mirë i ka thonë gjithë secilit nga ne një kohë biologjike. Dhe shqyr që e ka vënë se kush ditë do kishte heq gjithë njerëzimi, jo vetëm ne. Kështu që në momentin që neve ai që quhet robi në Kur'an nuk do jeti Zoti të shkoj përpara, unë besoj që do ndihmohet nga Zoti në sensin biologjik. Megjithatë kjo ishte një shaka ime, nuk i urohet askujt e keqja. Ti ka thënë ti s'ke uruar asgjë, po shi e vërtet, ç'të bëjmë ne? Ajo e vërtet është si ka shpëtuar si. Ideja është nëse nuk po ndihmojmë dot veten, sepse shqiptarët e kanë dhe shprehje këtë dorë të Zotit jemi në fund fare, se pasi shikojnë që nuk zgjidhen dhe nuk qullosin dot gjë vetë, thonë jemi në dorë të Zotit, gjithmonë janë shoqër Zotit, lutim Zotin. Edhe me këtë abuzojmë sepse ti sa dush, lutë sa dush Zotit ti, po nëse nuk punon, nuk e blen kafen dhe ta sjellësh në shtëpi dhe të ngrihesh ta bësh kafen dhe të vesh në tavolinë, Zoti nuk ti bën gjitha këto. Kupton? Kështu që duhet ta ndihmosh pak Zotin që edhe Zoti të ndihmoj ty pastaj. Jo, Zoti na ka dhënë neve diçka shumë të sublime, të ndryshme nga kafshët që është psika dhe logjika. Kështu që sigurisht që Zoti na e ka dhënë neve ndihmën që në fillim, po jemi ne që nuk dim ta përdorim. Në momentet caktuara. Zonja Malli, unë t'jam mirënjohës pafund që më nderove në emision sonde dhe i kërkoj ndjes edhe familjes tuaj që në këtë orë që duhet jeni me familjen tuaj ishin në bashkëbisedim me ne, por duhet të them diçka. Për te gjithë asaj që ne kumtuam dhe u përpoqëm të flasim për pjesën politike, kjo pjesa e fundit më shijovi më shumë sepse ishim krejtësisht njerëzor dhe folëm atë që në shtensionim të situatës ju përcjellet edhe disa mesazhe që njeriu duhet të ketë kurajë, duhet të ketë forcë dhe duhet të di të gjej pikat e duhura për të provokuar edhe fatin apo Zotin, si duam t'ia vëmë emrin, që për të plotësuar ato ëndra që prindërit tanë nuk i plotësuan dot dhe ne duhet të dimë që ato ëndra t'i vëmë në jetë dhe të ndërtojmë diçka për fëmijët tanë. Nëse ke diçka për diasporën, diçka që ne se cekëm, mund të thuash, mund të flasësh? Në fakt, kundrejt diasporës, përpos falenderimeve për faktin që sonte na kanë ndjekur edhe pyetjeve që ju drejtuan juve gjithashtu, kam shumë pyetje dhe kërkoj ndjes të gjithëve, por kam shumë pyetje por kërkoj ndjes të gjithëve sepse duhet të respektojmë minutazhin e emisionit, kështu që. Kjo do të thotë që do ridëgjohemi. Kjo është dëshirën tuaj. Është absolutisht ishte kënaqësi, por ajo që unë do t'i thoja diasporës lidhet me faktin që jo çdo gjë që shkëlqen është art, ndaj jo çdo gjë që ato shikojnë sot të trumbetuar, qoftë edhe në televizionet shqiptare, është Shqipëria. Shqipëria në fakt është momenti kur ju dërgoni çdo muaj të ardhura për prindët tuaj. Ndaj mos e shikoni Shqipërinë me idenë e një diçkaje që shkëlqen dhe vezullon.
Shqipëria sot është në momentin e vet dhe në krizën e vet më të thellë, ndaj do t'i lutesha diasporës tani që ka të barabartë me çdo nga ne që sot e jeton dhe e vuan këtë vend, votën e tyre ta përdorin dhe ta ushtrojnë, atë të drejtë ta ushtrojnë inteligjencë dhe me shpirt pastër. Juve atje ku jeni, duhet keni parasysh që nuk ju mungon asgjë ndoshta nga ana financiare dhe ekonomike apo e komoditetit apo e shërbimeve, por ju mungon diçka shumë e madhe. Ju mungon një pjesë e shpirtit që ju e keni lënë në Shqipëri, që janë prindër, që mund të jenë bashkëshorte, fëmijë të afërm, ju mungon ajo ngrohtësia dhe sigurisht që duke lënë një pjesë shpirti, jeni akoma dhe më tepër përgjegjës në momentin kur votoni për të ardhmen e tyre. Ndaj do t'ju lutesha shumë që në momentin kur ushtroni të drejtën e votës, ta ushtroni me zemër të pastër dhe jo duke i besuar çdo lloj Zonja Malli, do më lejosh vetëm një pyetje, sepse më ka ardhur disa herë njëjta pyetje nga individ të ndryshëm dhe mund të përgjigjesh shumë shkurt. Thonë, do e mirëpriste, thot zonja Malli, meqense po flet ka shumë për diasporën, do e mirëpriste një lëvizje politike nga diaspora dhe do ishte gatshme t'i bashkojë lëvizjes së tillë? Mund të mos përgjigjesh të kërkoj ndjes, sepse ne ishim si në fund, por më shpërsytën disa herë njëjta pyetje dhe tani po i shikoja. Absolutisht që po, do ta mirëprisja një lëvizje politike të diasporës, pse jo, jetojmë pluralizëm dhe normalisht çdo lëvizje është e mirëpritur, por sa i përket angazhimit tim personal partijak, në momentet që jem duke folur, unë kam vendosur duke mbaruar mandatin tim në Këshillin Bashkiak në një farë sensi të jap fund jetës time politike, sepse besoj që kam dhënë mjaftueshëm dhe tashmë duhet t'i rikthehem pak jetës time akademike dhe familjare, sepse realisht i kam hyrë shumë në hak këto 10 vitet e fundit, por sigurisht që do t'isha mbështetëse kësaj dhe në momentet që do më kërkoheshin mendime apo ndihmë, do t'isha absolutisht e gatshme që ta bëja. Unë jam mirënjohës, zonja Malli, unë jam mirënjohës dhe shpresoj që do të kem edhe herë tjera në emision, nëse nuk jeni ndjerë bezisur apo nëse kam qenë në aftësinë e duhur të komunikimit. Mirënjohje dhe vetëm suksese dhe qoftë sa më i lehtë dënimi armiqësor. Në fakt, ky nuk është dënim, është vlerësim në këndvështrimin tim. Ndaj faleminderit, e thash edhe në fillim, faleminderit armiqve që më lartësuan. Bravo, njerëzit pozitiv gjithmonë armiqt i kanë shkallë për të ngjitur. Dhe kështu uroj t'i keni dhe ju. Ju falenderoj nga zemra dhe përshëndes çdo kënd që sonde na ndoshin nga diaspora. Natën e mirë, falenderit. Natën e mirë, qofshi mirë, gjithë mirë. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte emisioni Horizont Sonde me zonjën Doris Malli, kryetaren e Këshillit Demokrat në Bashkinë e Elbasanit. Për 10 viteve sigurisht ndoshta filloi aktiviste politike pranë Partisë Demokratike. Një antare atij grupit armiqësor të grave në Partinë Demokratike që ndodhi këto ditë të fundit, ne u përpoqëm të kuptojmë diçka më tepër se çfarë po ndodh në Partinë Demokratike dhe pse pikërisht Partia Demokratike po përdor këtë lloj formule të çuditshme dhe sinqerisht të pakuptueshme, duke qenë një kryetar lider, duke qenë një kryetar me të gjithë pushtetin e tij të plot dhe të krijohet këtë lloj ndasisë, këtë lloj përjashtimesh, këtë lloj përçarjesh, duke di se pse Partia Demokratike ka këtë luks dhe nuk e di se ku e shikon këtë forcë Partia Demokratike në vend që të bashkojë çdo element dhe çdo element të jetë brenda Partisë Demokratike, në vend që të lëj hapësirë për çdo mendim të lirë, për çdo kënd që ka diçka për të thënë ndryshe dhe për të menduar se si duhet të vijë kjo parti në pushtet.
por kur kjo parti ka gjithë këto probleme, kur kjo parti përjashton, bëhet kaq shumë i mbyllur, nuk e di se cili do jetë pastaj modeli i saj qeverisës dhe pse duhet të jetë ajo e besueshme tek shqiptarët për të qeverisur Shqipërinë, kur ajo vetë brenda saj mbyllet dhe kancelon, eliminon çdo element një mendimi ndryshe. Gjithsesi këto janë probleme politike të Partisë Demokratike. Në Window Radio nuk jemi këtu për t'i dhënë mend askujt, por ne jemi këtu për t'i dhënë një dritare dhe një mundësi çdo kujt që ka diçka për të thënë, çdo kujt që ka mendim të lirë, pra këtu në Window Radio respektohet mendimi i lirë dhe çdo mendim është i pacensuruar, pra mund të vijë çdo kush, çdo krau politik, i çfarëdo lloji rrymë politike apo shoqërore që mund të jetë në Shqipëri, Window Radio do jetë gjithmonë e hapur, pra ne këtu nuk jemi për të këshilluar, por jemi për të dëgjuar njëri tjetrin dhe për të respektuar njëri tjetrin dhe për të mësuar sa më shumë nga njëri tjetri. Atëherë, duke falendëruar të gjithëve për vëmendjen, unë ju rikujtoj që në orën 3 pas mesnatë ose në orën 21 me orën e Amerikës të Kanadas, pra me orën Matan Oqeanit, është ritransmetimi vetëm në radio, pra përmes platformave TuneIn, Radio Box, Radio Shqip, edhe në shumë platforma të tjera, pra jo në Facebook, si dhe nesër emisioni do jetë në faqen zyrtare të YouTube-it Horizont Window Radio Hapësirë dhe mjafton që ju të shkruani aty Window Radio, të bëni një subscribe dhe të gjitha emisionet tona do keni aty. Unë ju përqafoj përzemërsisht, ju falenderoj nga zemra të gjithëve për kohën që na dhuruat sot dhe ishit pranë nesh dhe u lë takim nesër mbrëma ku do e quaja me të ftuarit që unë kam nesër mbrëma, do e quaja si mbrëmje gala. Pra nesër mbrëma në Window Radio me dy të ftuarit që unë do kem nesër në Horizont, do jetë si një mbrëmje gala sepse janë dy të ftuar me vërtet me vlera të jashtëzakonshme dhe njerëz që vinë nga bota e artit e kulturës, njerëz që kanë dhënë shumë dhe japin shumë për shoqërinë tonë, kështu që është edhe nder për ne si Window Radio dhe dëshirojmë emisionin nesër mbrëma. Përshafime nga unë Leonardi, natën e mirë dhe mirë takofshim. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.